Kombëtarja shqiptare e vajzave në futboll e ka mbytur me humbi edicionin aktual të UEFA Nations League, duke u mundur me rezultat 1-2 nga Çekia në ndeshjen e fundit të grupit 4 në Ligën B. Goli i vetëm për vajzat kuqezi u shënua në minutën e 48 nga Fortesa Berisha, ndërkohë në pjesën e dytë Çeket përmbysën gjithçka duke shënuar 2 gola, ndërtoi një autogol i portieres Juska. Pas ndeshjes trajneri Grima tha se Çekia ishte një kundërshtar i fortë, por barazimi do ishte rezultati më i drejtë. Po vendosin disa momente pa kujdesiet tona, në fakt se realisht vajzat sa të kanë luajtur mirë është për të përgëzuar. Ishin përballë një kundërshtar shumë fort fizikisht. Normalisht ne jemi edhe në fund kampionatit dhe vajzat vinë nga kampionatet tyre që kanë ngarkesat e mëdha fizike. Kjo që ishim në 2 ndeshje mjaft forta. E përballën mirë, realisht gjëja më e drejtë mund të ishte pak të barazimi këtë ndeshje, jo ta humbi. Megjithatë, ajo që na kishim objektiv u realizu dhe prap jena të gëzuar, edhe mas kësaj hume ne jena të gëzuar sepse jena në objektiv tonë. Jam i keqardhën për atë që dhanë vajzat në fush, realisht jam shumë i keqardhën sepse po punojmë shumë, edhe momentet veçanta ne kena luajtje besimit edhe nuk na bën pak vetë besimi jo, megjithatë unë vetëm i përgëzoj vajzat, vetëm i përgëzoj për këto eliminatore që kena bërë. Që është në këtë grup nuk është e kollajt, trash dyer Kroacin përballesh si barabartë me Çekin, të lush me plot dinjitet me Ukrainën. Besoj se është një paraqitje e mirë. A kena nevojë më për suport tjetër që kena nevojë më për mësues. Pavarësisht rezultatit, Shqipëria mbyll këtë edicion në vendin e 3 në grup me 6 pikë, një pozicion që i garanton vajzat kuqezi qëndrimin në Ligën B si skuadra e tretë më e mirë këtë ligë.